Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Sot kemi një lidhje të veçantë që ka përcen kufit fizik për të ndalur të forca e kujtesës dhe dëshmisë njerëzore. Shkaku i bisedës sonë është një ngjarje me rëndësi të veçantë që do të mbahet nesër më 7 maj në qytetin e Lozanës. Në ambientet e Universitetit të Lozanës, komuniteti shqiptar dhe ai akademik do të mblidhet për të dëgjuar zërin e një gruaje që tmerrin e luftës e shndërroi në forcë dëshmie. Kemi nderin të kemi në këtë videolidhje Edona Kelmendin, autore e librit Për ata që su kthyen kur, dhe Edona është një e mbjetuar e masakrës së Qyçkut të Pejës, një fëmijë që në moshën 10 vjeçare pa atë që bota nuk duhet të harroj kur. Sot ajo nuk vjen vetëm si autore, por si një ambasadore së vërtetës që po rrugton nga Kosova drejt Zvicrës për të mbajtur gjallë kujtimin e 44 burrave të fshatit të Qyshk, përfshirë edhe baban e saj që u vran mizërisht më 14 maj 1999. Edona, mirë se vjen në këtë bisedë. Mirë si gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Po ju gjejmë në prag të prezantimit tuaj në Lozanë, por jemi edhe në një moment kështu shumë delikat kohor, themi. Dërsa jeni në zemër të Evropës, jemi vetëm pak ditë larg 14 majit, për vjetorit të masakrës në fshatin Qyshk. Si po e përjetoni këtë javë kaq të rëndë emocionalisht, ku nga njëra anë duhet të jeni e fortë për të folur para publikut në Zvicër, nga ana tjetër zemra dhe mendja juaj kthehen pas në atë ditë të majit të vitit 1999. Sa e vështirë është ta mbani këtë peshë të dyfish si autore që promovon një vepër dhe si vajza që ende ndjen mungesën e babait dhe familjarëve në prag të këtij përvjetori? Është e vështirë, është një përgjegjësi e madhe, është një ndjenjë emocionale që nuk ndryshon asnjëherë. Çdo maj është i njëjtë. Cicerimat e zogjve edhe koha e mirë e majit që për tjerët do të thotë fillim i kohës së mirë, pranverës, argëtimit, daljes e këtu tek ne, posaçërisht e them për veten flas, te unë sjell një ndjenjë rëndese edhe për kujtimi që nuk kalon asnjëherë. Kështu është këgja e vështirë, plus është edhe prezantimi nesër, si që thatë me 7 maj këtu në Lozanë, edhe e bët dyfish më të vështirë, por e ka marrë për sipër edhe normalisht se duhet ta mbaj dhe do ta mbaj, sa do t'jetë rëndë. E keni marrë këtë ta dokumentoni atë ngjarje. Në libër ju rrëfeni ngjarjet pra kur ishit vetëm 10 vjeçe. Si ishte procesi të shkruarit? Kam kaluar në për një kohë të vështirë të procesimit të emocioneve, mund të them. Unë kam shkruar gjithmonë, ka qenë është një talent ose ndoshta një dhunti e imja, një mënyrë të shprehurit të ndjenjave të mia. Edhe nuk e kam menduar që do ta kthej në një libër, ju them realitetin deri vonë. Unë vetëm kam shkruar për mos me harru, gjana që më janë kujtuar dhe më kanë ardhur gjatë rritjes më të freskëta, më të forta dhe më të vërteta, do të thotë, sepse kur je fëmijë dëgjon histori të tjerëve, kurse në rritje ato përjetimet e tua e din që kanë qenë përjetimet e tua edhe jam mundu me i shkru derisa ka ardhur te ky libër, kështu që kanë kaluar nëpër etapa të ndryshme. Pra ju jeni Edona, një dëshmitare e gjallë e tmerrit në fshatin Qyshk, ku u vran 44 burra, përfshirë dhe baban tuaj. Për ata që nuk e njohin historinë e kësaj masakre, çfarë duhet të di bota për atë që ndodhi atë ditë në Pejë? Atëherë po, unë jam vajza Besim Kelmendi, një i vrarë në fshatin Qyshk të Pejës me 14 maj. Babi është vrarë me 2 vëllezër dhe me djalin e vllaut, do të thotë 3 vëllezër kanë qenë, të 3 janë vrarë. Në familjen tonë kemi humbur gjithë burrat e familjes, si dhe shumë bashkëfshatar. Çfarë duhet të di bota ndoshta? Çfarë duhet të di Kosova së pari?
Po e them, po e nisi prej Kosovës, prej gjeneratës së re të Kosovës, sepse jam 27 vite pas luftës dhe një gjenerat që është rritë dhe është zhvilluar dhe do të thotë janë të adult të rritur. Çfarë duhet të njohin pak më shumë është rezistencën, sepse duhet ta cilësojmë si rezistencë. Rezistencë, dashuri për ateun. Po. Sepse ata kanë qëndru në Kosovë, duhet ta them, ne kemi qëndru në Kosovë, sepse kemi vendosur me qëndru në Kosovë. Po e dona, ishte edhe ajo ndjenja e mosbraktisjes vendit në atë kohë. Ju keni vendosur që të gjitha të ardhurat nga shitja e librit t'i dhuroni për SOS fshatin, fëmijët pa përkujdesje prindrore. Trego pse erdhi deri te ky, çfarë ju shtyu deri te ky vendim? Po, këtë e kam bërë që ka ardhe, do të thotë në mënyrë të natyrshme. Unë vetëm e kam kërku ku do t'i dhuroj. Prej fillimit libri kur është botu, është marrë parasysh të holla, të ardhura sa do t'jenë, sepse unë librin më shumë e kam dhuru, t'ju them të vërtetën. Do të thotë e kam dhuru më shumë, ju kam dhuru gjithve librin. Ka edhe njerëz të huaj, që ndështë shoqëri pas shoqërisë, shok pas shokëve, ju kam dhuru librin, por ato libra që janë shit, e kam vendos vetëm, kam gjetë, thëtë, më shdash një vend edhe SOS fshati ka qenë më shumë që lidhet me historinë time, sepse fëmijë pa përkujdesje prindrore, kurse unë jam rrit pa një prind. Si e shihni rolin e grave të mbijetuara të luftës sot në Kosovë? A mendoni se zëri gruas po bëhet shtylla kryesore e ruajtjes së memorjes kolektive? Po, mua më pëlqen qasja e gruas në Kosovë, tash vitet e fundit s'pako, në çdo aspekt, kështu që po. Po. Dhe pas gjithë këtyre viteve, Dona, çfarë do të thotë për ju drejtësi sot? Dhe si mundet brezi i ri që nuk e ka jetuar luftën, ta mbaj gjallë këtë kujtesë pa u helmuar, themi kështu nga urrejtja, por duke udhëhequr nga e vërteta? Është një pyetje e vështirë për fjalën, sepse fjala drejtësi është diçka që mendoj se gjithë fëmijët e luftës e ndjejmë shumë thellë, edhe diçka që na ka formu si fëmijë. Drejtësia nuk ka ardhur asnjëherë, po flas për masakrën e një qysh Utopijës, nuk ka pas asnjëherë drejtësi, nuk ka edhe drejtësi për në Kosovë nuk njihet, ende Serbia nuk e pranon as që kanë bërë krime të luftës, kështu që fjala drejtësi, unë për gjeneratat e reja kam thënë librin e kam botu për mos me harru, jo për me shty asnjëherë urrejtje, por me kërku drejtësin gjithmonë. Kur i kemi, do të thotë, paktet, dëshmit, me e kërku drejtësin, herdo kur. Po. E Dona, ju keni qenë vetëm 10 vjeqe, cekëm disa herë kur ndodhi masakra, shpesh kujtesa fëmijëve është shumë e gjallë, po thuaj se temi kështu në për fotografia, ato e kemi gjithë. Sa ka ndryshu këndvështrimi juaj sot si një grua e rritur kër i ktheni atyre kujtimeve të fëmiris për t'i hedhur në libër? A ka ndonjë detaj që atëherë nuk e kuptonit, por që sot peshon më rënd? Po, ka shumë momente ndoshta që si fëmijë nuk kam qenë e vetëdijshme. Do të thotë se çka ka dashur me thonë një shikim ose një fjalë ose diçka tjetër. E sot normalisht që ka shumë momente, mirë po e përmend ndoshta një moment me babin tim, momentin kur është maltretu para syve tonë. Në atë kohë ne kam pa vetëm si dhimbje fëmiu që e sheh prindin e vet, do thotë tu maltretu, ajo është ajo frika. Mirë po sot me vitet edhe me moshën që e kam, e shoh sikur një pafuqi edhe sikur ndjenj më shumë se sa shumë e kam mundu shpirtërisht, emocionalisht, ai maltretim babin, se sa fizik, sepse kur kam qenë fëmijë, e kam pa vetëm fizikisht që po e lëndojnë, kurse me mosh e di se sa është lëndu emocionalisht, shpirtërisht. E Dona, dhe një pyetje për fund, e di që kjo është libri i dytë,
kur do të vazhdojmë edhe me një libër tjetër? Unë kam në dorë shkrim edhe diçka tjetër, por këtë vit nuk besoj. Këtë vit do t'ale kështu, do t'ale vetëm librin për ata që su kthyen, sepse dua të ju kushtohet atyre që su kthyen. Nuk e di. Pritet, ndoshta vitin tjetër, nuk kam diçka të saktë. Edona, ne të falenderojmë për disponimin që pate, ne të presim me projekte të radhës edhe kur të vish këtu në Kosovë në studio natyresht dhe të urojmë suksese. Shumë faleminderit, gjithashtu suksese dhe gjithë mira. Mirupafshi. Miru. Hapët zyrtarisht pavioni i Kosovës në edicionin e 61 të ekspozitës ndërkombëtare të artit në Venecia. Kosova prezentohet me ekspozitën Harti dhëmb të fortë, artistit Brillant Milazimi, e kuruar nga Jose Esparza Chong Gui, i cila është vendosur në ambientet e Chiesa di Santa Maria del Pianto. Në ngjarje foli Saranda Bugujevci, Ministre e Kulturës dhe Turizmit, kuratori i ekspozitës, si dhe vetë artisti. Pavioni i Kosovës prezanton një qasje bashkëkohore artistike duke vendosur artin kosovar në një dialog ndërkombëtar. Kosova po përfaqësohet në Milan Design Week përmes kolektivit Design Kosova me ekspozitën Local Shapes apo forma lokale në kuadër të Izola Design District. E kuruar nga Ibrahim Beqiri, ekspozita prezanton një qasje bashkohore të dizajnit të bazuar në trashëgimin lokale. Përmes objekteve, mobiljeve dhe elementeve artizanale, dizajnerët kosovar sjellin një interpretim modern të traditës duke ndërtuar një narrativ të përbashkët krijuese. Kjo pjesëmarrje synon të promovojë identitetin dizajnues të Kosovës në një nga ngjarjet më të rëndësishme ndërkombëtare të dizajnit, thuhet mes tjerash në postimin e Ministrisë së Kulturës. Besim edhe më tej tek Ministria e Kulturës dhe Turizmit, e cila në bashkëpunim me Operën e Kosovës ka shpallur thirrjen për audicion për korin e Operës së Kosovës për vitin 2026. Janë të hapura 48 pozita për soprano, alto, tenor dhe bas dhe të drejtë aplikimi kanë muzikantët profesionist me diplomë në muzikë si dhe studentët e Fakultetit të Muzikës. Audicionet do të mbahen më 31 maj në ambientet e Filharmonisë së Kosovës në Prishtinë sipas orareve përkatëse për secilin regjistër vokal. Kandidatët duhet të sjellin CV-n dhe dokumentet përkatëse në ditën e audicionit. Drejtoria e Kulturës në Komunën e Prishtinës ka hapur thirrjen për aplikim për antar të Komisionit Vlerësues për projektet në fushën e artit dhe kulturës. Thirrja përfshin kategoritë si arti vizual figurativ, trashëgimia kulturore dhe turizmi, shoqëritë kulturore artistike, mbështetja organizatave vjetore dhe botimet. Të drejtë aplikimi kanë qytetarët e Kosovës me mbi 3 vjet përvojë profesionale dhe pa precedent penal. Do të përgjigjen 2 ekspertë të jashtëm dhe një antar rezervë, të cilët do të kenë rol vendimarrës në vlerësimin e projekteve. Afati për aplikim është deri më 10 maj të këtij viti. Aplikimet për edicionin e 21 të garës ndërkombëtare të muziciantëve të rinj Art Kosova 2026 janë hapur zyrtarisht, njoftuan kështu organizatorët. Konkursi, i cili do të zhvillohet në format online, mirëpret pjesëmarrës nga kategori të ndryshme dhe instrumente të ndryshme muzikore, duke synuar promovimin e talenteve të reja në nivel ndërkombëtar. Sipas njoftimit, programi për kategoritë 1, 2 dhe 3 do të jetë i lirë brenda kufizimeve kohore të përcaktuara, ndërsa për kategoritë 4 dhe 7 repertori do të ndjek rregullorën zyrtare, përfshir vepra të detyrueshme dhe minutar specifik për secilën kategori. Organizatorët kanë bërë të ditur se aplikimi realizohet përmes një formulari online dhe mbetet i hapur për një periudhë të kufizuar, pas specifikuar ende datën përfundimtare. Gara Art Kosova konsiderohet një nga aktivitetet më të rëndësishme për muzikantët e rinj në rajon, dhe duke ofruar kështu një platformë për prezantim dhe vlerësim profesional nga juritë ndërkombëtare.
Në kuadër të programit kuratorial të Hani 2 Robertëve më 7 maj në orën 18 do të mbahet debati publik fuqizimi i kulturës me temën kritika muzikore. Në këtë diskutim do të marrin pjesë Rafet Rudi, Kristina Perkola dhe Ilir Bajri, ndërsa moderimin do ta bëjë Gent Salihu. Debati synon të trajtojë gjendjen aktuale të kritikës muzikore në Kosovë, mungesën e një qasje analitike dhe ndikimin e saj në zhvillimin e muzikës. Aktiviteti është i hapur për publikun dhe mbështetet nga zyra Zvicrane për zhvillim dhe bashkëpunim në Kosovë. Në galerinë e Fakultetit të Arteve në Prishtinë mbrëm u hap ekspozita kolektive midis hapësirës dhe imazhit Integriteti 4.0. Ky projekt erdhi si bashkëpunim me Politiqenka Slaska në Poloni, përkatësisht me Fakultetin e Arkitekturës dhe Departamentin e Arteve të Bukura dhe Dizajnit. Ekspozita përfshin punime të profesorëve universitarë ndërkombëtar duke sjellë një qasje të veçantë me frymën arkitektonike. Ajo synon të krijojë një dialog bashkëkohor mes hapësirës dhe imazhit, duke ofruar për publiku një përvojë artistike të veçantë në kuadër të programit vjetor të galerisë, thuhet mes tjerash në postimin e Fakultetit të Arteve. Biblioteka Pestallosi në Cyre do të jetë një koqire e promovimit të librit Arti konceptual në Kosovë 2025 vepër e autorit profesor Dr. Ilir Muharremi në një aktivitet që synon të sjellë në vëmendje zhvillimin e artit konceptual në Kosovë dhe ndikimin e tij në kontekstin bashkëkohor, kulturor, politik dhe ndërkombëtar. Ngjarja do të mbahet më 23 maj dhe sipas organizatorëve promovimi do të ofrojë një analizë të gjerë mbi historikën dhe evolucionin e artit konceptual në Kosovë gjatë kësaj periudhe, si dhe mbi rolin që ky drejtim artistik ka luajtur si mjet shprehës kulturor dhe diplomatik. Në panelin diskutues përveç autorit Muharremi do të marrin pjesë dhe Sislej Gjafa, artist ndërkombëtar dhe Kushtrim Sulejmani, artist dhe organizatori i aktivitetit. Programi përfshin diskutime mbi historikun e artit konceptual, prezantimin e artistëve të përfshirë në libër, analizën e veprave të tyre, krahasime me zhvillimet rajonale, si dhe trajtimin e artit si instrument diplomatik dhe gjuhë politike. Artistët shqiptar Alban Muja dhe Anri Sala do të jenë pjesë e Bienales Shariahu 2027, një ndër platformat më të rëndësishme të artit bashkëkohor në botë. Ngjarja që zhvillohet në Sharia do të kurohet nga Angela Harutunian dhe Paula Narcimento në titullin What Remains Sits Restive, duke trajtuar temat e kujtesës dhe historisë kolektive. Pjesëmarrja e dy artistëve shënon një hap të rëndësishëm për prezantimin e artit bashkëkohor nga Kosova e Shqipëria në një kontekst global, duke forcuar praninë e skenës artistike vendore në arenën ndërkombëtare. Konkursi i Eurovision Song Contest po përgatitet të shënojë 70 vjetorin e tij me një spektakël madhështor në Vjenë nga 12 deri më 16 maj, i njohur prej dekadash si Olimpiada e muzikës pop. Kjo ngjarje apo ky event do të mbledh në skenën e Vjener Stadthalle artist nga 35 vende, duke festuar fuqinë e muzikës dhe diversitetin kulturor evropian. I themeluar në vitin 1956, Eurovisioni është ndërruar në një fenomen global. Vetëm vitin e kaluar ai arriti një audiencë prej rreth 166 milion shikuesish në varë botë, ndërsa këtë vit biletat janë siguruar nga fansa në 75 vende. Dhe kështu për të mësuar për asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtglive.com. Dhe kështu të nderuar shikues, ne këtu po e përfundoj magazinën Art Kultur. Ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe mirupafshim sërish nesër.